Pas problemeve të raportuara në aksin Librazh-Elbasan, një tjetër investim i madh publik duket se po përballet me dëmtime ende pa përfunduar punimet. Bëhet fjalë për Automoto Parkun e Elbasanit, një projekt me kosto të deklaruar prej 190 milion eurosh i shpallur si investim prioritar. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë çarje dhe dëmtime të konsiderueshme në rrugën që të lidh me motoparkun. Në pamje asfalti shfaqet i plasaritur dhe në disa zona i deformuar, ndonse projekti nuk është inauguruar ende. Situata ka ngritur pikpyetje mbi cilësinë e punimeve dhe standardet e zbatuara në ndërtim. Projekti shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 50 hektarësh përgjat lumit Shkumbin dhe parashikon ndërtimin e një piste garash për makina me gjatësi 4.4 kilometra. Përveç pistës, plani përfshin Akademinë Kombëtare të Sigurisë Rrugore, Muzeun Retro dhe Akademinë e Restaurimit të Mjeteve Historike. Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar më herët këtë investim si një projekt që nuk është thjesht për gara, por një motor të ri për ekonominë, duke shprehur ambicien që Shqipëria të pres në të ardhmen gara të nivelit të Formula 1-s. Ai është shprehur se projekti është hartuar në bashkëpunim me ekspertizë ndërkombëtare dhe përmban element inovativ brenda standardeve të familjes së Formula 1-s.